pëlqen ditëlindja ime. Bravo! E pyetja pëlqen saktë. Po mami, a ke mbaruar të telefonit me zëtën? Po. O tani me Prindërit e mi dhe ju shoqëria të mi, Rena dhe Meligjes. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur te podcasti I Art Mixave. Sot dhe kemi marrë 3 vajza për të bërë disa pyetje. Prezentoni vetëm tuaj, ju lutem. Unë që Moelma jam 9 vjeçë edhe hobi im që më pëlqen më shumë është piktura. Kurse kjo këtu tjetër është zhuvi, kjo gocë mos ta ngatroni hiç këtë. Edhe kjo është një televizor, edhe kjo do të bëj një televizion dhe kjo këtu tjetra. Super! Përshëndetje, unë jam Nelia Zëlliftari, jam 10 vjeç dhe kur të rritem dua të bëhem aktore. Super! Po ti? Përshëndetje, unë quhem Mia, jam 10 vjeçë dhe kur të rritem se kam menduar akoma të do bëj. Nuk ka gjë. Atëherë, filloj me pyetjet. Cilin do të preferoni të kishit si shoqe dhome? Një dele apo një derë? Idele. Po sigur, po çka? Po dashje. Mamë, që është kjo pyetje? E bëj me radhë, e nga fillo ty. Po më mirë ta fus kështu një derë, sa e dele tani e bëj lesh dhomën e bëj me push. Për vete do zgjedhja dele, sepse ata bëjnë qingje dhe janë shumë të lezetshme. Sa cute, po. Unë asnjëherë s'do të gjilja. Edhe pse? Ke të shëndetosh vetëm? Por mund zgjidhja delen. Që dele? Po thuaj që nuk e di tani. Unë mendoj që dele është çik më cute se një derë. Ndoshta. Atëherë, vazhdoj të pyetja, a? Pastaj ato do të çojnë kokën natë be. Pastaj nuk do të bëjë dele. Në gjithkohës. Pastaj kur zgjohemi në gjumi ato vetëm flen gjumë. E vërtet. Be. Atëherë, vazhdoj të pyetja radhës. Cili është sporti më I mërzitshëm? E bëj me radhë. Është një lloj për mua, opinioni im sigurisht, është një lloj futbolli, jo futboll kështu, futboll me futbollist. Është një top, edhe hedh atje, nuk e kuptoj fare çfarë është, por nuk është shumë I mërzitshëm. Futbolli amerikan? Po. Aha, edhe unë ashtu mendoj. Për mua do jetë futbolli, jo amerikan, sepse ata vinë për në fakt mua Ska që. një tromër. Futbolli sepse në vend ta gjuajnë te porta, vetë ta gjuajnë te sy. Po është e vështirë të kontrollosh topin. Është e çike vështirë ta Po kontrollosh. pra, ma ka fut deri mua. Do i gjom nga unë. Ta si do të penalti e para. Prandaj s'më pëlqen. Unë mendoj se basketbolli është pak I mërzitshëm. Aha. Ato koshat, nuk e di, nuk më pëlqen fare, më duket shumë. Sigurisht kush plerësh. Topat nuk bëhen shumë. Sigurisht kush plerësh. Ndërsa unë mendoj që sporti më I mërzitshëm fare është shau. Po e dajmë po. Do të thënë, është e bukur ka raste, po si të vën koka 2 orë shau. Po sa të më të rësimuar, po të më të. E çike bezdishme është. Cila është ngjyra më e bezdishme? Ngjyra ime më bezdishme është kur janë 2 ngjyra. E kam pa në një video kështu me dres. Më ka çuar kokën. Cila ngjyrë? Prej, por më falë së nga trova. Kaqë. Ngjyra ime që së të dore hiç është gold dhe silver. Pse? Po sepse është për pishë të rrisë, nuk hiç. Po pëlqen më shumë të rinj. Po, s'më pëlqen hiç. Ska gjë. Për mua do jetë kafja. E vërtet? Po. Po mirë, po kafja e hapur. Ke parasysh për shembull kur Si ngjyrë Jo, ajo e kafja e errët. Si ka përshero. Errët? Këtë e mja! fiksi ke të flokët atë ngjyrë. Po ti
mia, cila është ngjyra që ti mendon që është më e bezdisshmja? Mendoj se është ngjyra blu. Cila e ngjyrës, janë shumë nuanca. Ta fare, se më pëlqen. Sepse ndoshta ajo më vonë. Okej, po sikur, imagjinoj që këtë qielli errët kur je natë, edhe është ngryrë me ylle, po qielli errët, po ajo. Nëse është me yje, shumë është e bukur. Nëse ka gjë fare. Ndërsa unë mendoj që çdo ngjyrë neon është kanceruse. Për shembull, e verdha neon, për shembull, e verdha kështu e zhndritshme. Ato në fosfor. Po, janë të bezdisshme, janë çik. E çik për shumë. Po. Nëse kafshët mund të flisnin, cila do ishte më e mërzitshmja? Që do thosh? Po, cila kafshë është më e mërzitshme për shembull? Imagjinoj të kesh një bisedë mes disa kafshëve. Një breshk, një luan, një leopard, cila mendoj që do ishte më bezdisshme në muhabet. Për shembull, mendoj që do ishte breshka, se gjithmonë do ishin shumë të ngadalë duke folur, do flisnin vetëm gjëra të zgjuara. Do vetëm pak interesante, mendoj jo. Po ti? Më duket se po ai më thon për gjithë kafshë na vim çfarë dush edhe Çfarë kafshë? Kafshë jore për desha. për mendimin tim është papagal se ai di të kopjojë ty, por Papagalli flet, se si. Më mori nga goja. për mua do jetë lepur sepse ai do flasë shumë shpejt edhe unë çfarë do të jo. Edhe unë do thoya papagallin. Me një arsye? Sepse mund të flasë shumë. Të kopjoj. Të kopjon zë. Sa të rësësha jo. Nëse do pjesë ai do të thotë. Atëherë, cili është personi që ju bën gjithmonë të qeshë? S'ka gjë. Për këtë nuk nuk ka përgjigje për këtë, nuk ka të shumë më shumë përgjigje atë me tja ime. Unë mendoj se bëna i përqeshur. Po tja ime, tja përqeshur. Për vete më bëjnë prindërit e mi dhe dy shoqet e mia të ngushtë, Rena dhe Melina. Aha, po, Melina dhe Rena janë shumë të mira. Po ti mia? Nuk ka gjë. E mia është tja ime. Është një Melin tjetër, po. Nëse është Melina e kursit. Jo. Okej, në rregull. Po, Rena është e kursit. Po, kuptoj. Do njëri nga kursi ndoshta? Rina mund tjetër. Shumë. A shumë më përqeshur në tja ime. Po, mirë, ma. E tja ime, po që do. Po mirë, si s'në klasi nga jo Arturi. Si s'tasë njëri nga jo Arturi. Po, një faj, se ta që në kodën. Shortër. Është njëri nga grupi tjetër. Cila është shtëpia juaj më e dashur? Shtëpia ime me dashur. Pia. Pia, unë është mësë të shpia. Pia. Po ta ishte pia ime me dashur të ishte, nuk po bati se s'bëni që po ta mos e ke pravuar. E di që do ke djesh jeta vjerë, sa dhe së bënë. Po uj. Po ujti, se që e nica jo. Për mua do jetë bravo portokalli. Më që bravo e mollë ose bravo pjeshka. Sepse ajo më pëlqen mua ka dhe vitamina. E vërtet. Vitamina falso. Po ti ngesë me Më ndonë. pëlqen të ujë me vitamina. Jo do më pëlqen të Ujë me më pëlqen. Kur nga që me fukuj që nuk kam pas mendoj që person që thoshte ujë me gaz është i mirë gënjenin. Po pra se nuk pëlqen. Nuk ta shijosh, një zotë Si gjë. ujë me gaz, as shije dhe Unë pia gjithmonë atë që është me ta portokalli. Aha, kështu e kam parasysh me portokalli. Po. E kam provuar, nuk ka pëlqyer të vërtetë. Ndërsa më pëlqej ashtu ato pjet Monster. Ka parasysh? Ja, më pëlqen. Unë spisa. E kuptoj. Edhe më të drejt më pëlqen. Atëherë, cila është festa më e paharrueshme për ju? E merra. Ajmo? Halloween të Krishtinës janë kështu top, kur janë dhejtor Halloween të bëjnë ho, edhe kur si dhejtor Krishtinë e t'i bëjnë ho. Të pëlqen në Halloweeni? Po të Krishtinë janë më të dyja që. Okej, në rregull. Mua Bajrami. Po, Bajrami. Sa që pëlqen në festa? A ka ndonjë arsye apo? Më pëlqen sepse dal me mamin. E bëj kështu. E ke si tradit? Po, kam tradit.
Super. Ndërsa mua gjithmonë më pëlqen ditëlindja ime. Bravo. E pyetja për që saktë. Të gjithë njerëzit e kam momentin të tyre, është e gjithë festa për tyre. Je fëmijë vetëm? Po. Si e dia? Si e dia? Edhe unë në fakt jam e vetme. Edhe unë jam e vetme. Mund t'i tregoj se krema të duesh, por s'do ta them. Asi se të qëra, është me njohur. Unë mendoj që festa më e paharrueshme që mund të jetë është viti i ri. Sepse shkëllimi është një fillim i ri. Plasën fikshën zjarre. Po, Pra viti i ri po, është një qëra. Atëherë, cilat janë gjëra që nuk dëshironi të studioni në shkollë? Kam përgjigje. Fizkultura se s'bëm hiç gjë. O, pse? Po nuk e di, s'bëm hiç gjë. Por në rreth është shumë ralla. Shumë ralla. Është për jashta. Pasim. Mua matematika. E vërtet? Mua më pëlqen matematika, më kam Kam lënë Jo. pa. Ajo. Cili klasë ti? E klasë 4. Po ti çka në klasë 6. Matematika është gjë shumë e bukur. Edhe mua. Është po shumë e vështirë. Më pëlqen po shumë e vështirë. Po ti fillosh mirë ta kuptosh pyetjen është shumë e thjeshtë. Ato bëjnë ca pyetje? Jo, të shumë. Po si më pëlqen po. Nuk e më pëlqen fare. Po lëna që të pëlqen. Lëna ime që më pëlqen është historia. O, Të pëlqen historia? e kam Po ka Më histori. pyetësh ti mua historinë angleze e di që nga fillimi deri në fund. Ashtu, edhe shqiptare. Po? Mua më pëlqen lënda historisë edhe titull. Jo. Dësha e titull më pëlqen shumë për lënda jo. E di pse ne do tik ose bëjmë typing master që shkruan me 10 gishta. Kush po të shkruaj 4 gishta? Me të gjitha 10 e kish. Në dita e kam të gjitha, po Me titull 10 historisë gishta. më duhet. Përveç tikut. 1 minutë në 10-ës. Minus 10. Jo, për informatikës atë thonë të shkruaj me 8 gishta. Por vetëm këto thonë bin koti ma thonë që do të shkruaj me 10 gishta. Kur e shkruaj veç me 8. Unë jam në klasë 6 dhe ende nuk i di në cilat gishta janë tastier. Se kam mësuar asnjëherë. Unë do të them që çana e ka vënë si mësi, po për ta ti mësoja. Zysha e të kutim, na thot ne të bëjmë test. Po as na thot as të bëjmë kështu përsëritje për të mësuar, as na thot çfarë faqe do e bëjmë. As çiç. Po e se zisha O tani po të bëjmë master të shkruaj, me të zotiç. Po skajja. Ndërsa unë mendoj që lënda që mos më pëlqen fare është fizkultura, ta tregoj pse, jam tap topit. Po mirë, ma dhe ato të janë sa të klasa të vajzat të klasa jonë që marrin aq seriozisht fizkulturën, a vash është një lojë. Po pra. Duke ju atë të pa djegësi, po hapu njerëza, po hapu, pse një atje, ua. Të ku shkollë? Te Emin Duraku. E të shkolla më bëjmë të bëjmë të aja publika, të më thë private e të faqe. Për zonë shkujt Andrea Stefani. Super. Jam Sabaldin Gabrani. Ju keni ja. Sabaldin Gabrani e kam dëgjuar, kam një shoqë që ka ardhur nga ajo shkollë. Po. Po jo kur ju prish shkolla, e ku ka ty. Jo, se këtë vit kam ardhur. Atëherë, a mund të dikush të jetojë me jetën e tij pa thënë ndonjë gënjeshtër? Atëherë, një person a mund ta jetojë jetën e tij pa thënë asnjë gënjeshtër? Fillo. Po sigurisht që po, por ndonjëherë është pak si kështu, është më e keqe për të thënë kur është me pak gënjeshtër, që më thënë, si për shembull, njëri ka thënë shumë të bukur, profi një anëtin, për shembull, i thënë, i kam thënë të bukur, edhe këtë tjetër thonë, jo, i ke të shpura, e më një vlerë, pjesë këti, do shkoj. Ti gënjeshtrësh? Po jo gjithë ma për ndonjëherë. Po ndonjëherë për do një thënje sekret mamit. Po ndonjëherë kur nuk marrë detyra, më thon mami, a ke mbaruar detyrat? Unë i them se të ulet. Po. Vitë që ja. Jesa. Po mami ka mbaruar, po se më thon mami mua, hajde shoh. Ja, shoh detyrat e atë. E kohë se kaluar. A është e ka pas brumë, po se bëjmë. Por i ka mbaruar detyrat tani na shësysha detyra. Po ti si mendon? Po ndonjëherë ka nevojë për të ngjenë. Po për ndonjëherë. Por ndonjëherë kur nuk i mbaron detyrat e marr në çan fitoren e klasës dhe bëj në shtëpi. Ndërsa unë kur harroj të bëj
detyra ndonjëherë harroj, si një person normal. Në furgon hava aty dhe bëj aty detyrat. Po, ta bësh kështu, grët. Nëse kam në flet punë diçka, për shembull, edhe pse më thos shoqja ime, unë po, nuk e hap do sepse te furgon jashtë të lehta hap. Unë asnjëherë se kam bërë detyrat në klasë ose në furgon. Po, me vërtet? Asnjëherë se kam. Bravo ty. Ndërsa unë harroj. E fiksëm. Atëherë të bëj një pyetje juve. Tani viti shkollor është duke mbaruar dhe kemi vetëm 2 muaj shkollë. Po, se ke shor? Atëherë, të bëj një pyetje shumë serioze. A doni që shkolla të mbaroj për këtë vit apo jo? Doni që të vazhdoj? Jo, do të mbaroj. Jo, një fjalë, me 2 shkronja. O, do mbaroj tani se na çmoni kokën, na ka Po mirë, nuk do marrë malli për shokët e shoqet. Po do jo, marr për shoqë, po shoqë mbaroj në vitin shkollor. Po ju për 3 muaj dhe shikoj prapë. E vërtet. Por, në qoftë se mbaron elementary school, do të mërzitemi njerëz se ishte gjëra këtu. Po ulem zyrë se ti çfarë të fare. Po Dimia, si mendon? Për çfarë? Që pra të shkollës, do të mbaroj shkolla apo jo? Do ishte më mirë se nuk dua të bëj vanafi. Kush është vanafi, po? Ja ta shpjegoj jo. Është një test në klasë 5. Është si testi përfundimtar klasës në vetëm për klasën e 5-ta. Unë që kam bërë testin e vanafit, e ca padrejt e kishim bërë, tregoj pse. Kishim vendosur një pyetje nga klasat e 6-ta, që të merrnim që kemi marrë të vit të testi vanafit. Ta kishim bërë më forse gravitetit. Ku ta di unë e shketa? Isa ke to. Shumë kam thënë që s'japin. Jo, të japin online, Po. Po të gjithë kanë thënë që kalojnë, çfarë duhet më të marrin? Jo, po të marrësh po të marrësh 4 nuk kalon, do të përsëris klasën e 5. Po. Atëherë, ju doni ta bëni vanafin, a keni frikë, keni kështu emocione apo jo? Po ç'është vanafi e para? Ati ta shpjegoj unë. Atëherë, vanafi është një test përfundimtar i fillores, të cilat vlerësimi sa ke mësuar ti në gjithë filloren. Nga klasa parë dhe nga klasa Më shumë janë pyetje që kemi mësuar klasë 5 sa klasat e tjera, a dish? Akoma nuk kam për opinion për disë vanafi, akoma s'kam opinion apo ajo. Atëherë tani kemi arritur drejt fundit të këtij podcasti. Jo, po për 5 pyetje për fit, si më doni? Jo, na bënë 10 pyetje tjera. Na 500. Po tani kemi mbaruar nga pyetjet dhe është koha që ta mbyllim këtë podcast. Shumë faleminderit që na ndoqët deri në fund. Shihemi së shpejti. Mirupafshim. Mirupafshim.